Një operacion i gjerë i zhvilluar nga policia e Pukës, strukturat e DVP Shkodër, Drejtoria Antiterrorit dhe Forcat Speciale RENEA, u mbyll me arrestimin e 2 personave që u barikaduan në një banesë dhe qelluan me armë ndaj efektivëve. Ngjarja ndodhe më 24 nëntor 2025 në fshatin Orosh të Fusharzit, pasi një shtetas sapo pa patrullën e policisë, u fut me shpejtësi në një banesë të braktisur dhe kërcënoi efektivët. Për shkak të rrezikshmërisë së tij dhe refuzimit për t'u dorëzuar, zona u rrethua dhe u kërkua ndërhyrja e RENEA-s. Gjatë thjedhjeve të para për dorëzim, nga brendësia e banesës u qellua me armë në drejtim të forcave speciale. Pas 12 orësh negociata dhe rrethim të plot me ndërhyrjen e familjarëve, 2 personat u dorëzuan. Njëri prej tyre, E.U, 35 vjeç, kishte një plagë të ishpuese në këmbë dhe u dërguar në spital jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit banesës, policia sekuestroi 5 armë zjarri, 17 granata dore, municion luftarak, kapsola detonatore, fitil zjarrpërcjellës dhe një flamur të organizatës terroriste ISIS. Në prangaran E.U, i dënuar më parë për nxitje të urrejtjes, dhe J.C, 34 vjeç, me precedent për vjedhje dhe kanosje. Ata akuzohen për disa vepra penale, përfshirë propagandë terroriste, prodhim armësh luftanake, kundërshtim të policisë dhe mbajtje pa leje të armëve shpërthyese. Materialet u referua në prokurorinë e Shkodrës.